Parkinsoni është një sëmundje kronike që diagnostikohet rreth moshës 65 vjeç. Mjeku neurolog Leni Halili na shpjegon se çfarë është Parkinsoni dhe cilët janë faktorët që ndikojnë në këtë sëmundje. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje neurodegenerative progresive që karakterizohet nga humbja e qelizave nervore në tru dhe në sistemin nervor periferik. Në 20-25% të rasteve njihen shkaktarë gjenetik, ndërkohë që njihen dhe faktorë të jashtëm që rrisin riskun për sëmundje. Dhe këto futen traumat e kokës, futen sëmundjet inflamatore kronike, ekspozimi ndaj helmimeve, sidomos ndaj pesticideve, sëmundja e diabetit dhe stili i jetesës. Cilat janë shenjat treguese të kësaj sëmundjeje? Janë shenjat motore që ajo jep, që është ngadalësimi i lëvizjeve të pacientit, dridhja e dorës apo e këmbës në një rënant të trupit kryesisht, ngurtësimi i anësive dhe vështirësia në ecje dhe në ruajtjen e ekuilibrit. Si diagnostikohet Parkinsoni? Vizita që pacienti bën me neurologun është e mjaftueshme për të hedhur dyshimin që është Parkinson, ndërkohë që ka edhe metoda imazherike të cilat vlerësojnë strukturën e trurit, por shërbejnë më tepër për të përjashtuar shkaqet e tjera të sëmundjeve neurodegenerative. Por si trajtohet kjo sëmundje? Nuk është e provuar akoma një medikament apo një metodë trajtimi e cila ngadalson progresin e sëmundjes apo shëron sëmundjen. Ka terapi me medikamente që merren për të minimizuar sidomos shenjat motore, ka deri në metoda kirurgjikale siç është stimulimi i thellit trurit që bëhet në rastet më komplekse për të trajtuar. Një dietë ushqimore e shëndetshme, aktiviteti i rregullt fizik dhe cilësia e mirë e gjumit ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të Parkinsonit.